Bandat shqiptare po përdorin TikTokun, Facebookun dhe Instagramin për të shitur cigare me çmime të ulta për dërgesë ekspres në shtëpitë britanike. Duhani i kontrabanduar është një nga produktet më fitimprurse të tregut të zi, duke i kushtuar thesarit më shumë se 3 miliard pound në vit në të ardhurat të humbura nga taksat. Policia thotë se tregtia dominohet nga grupet ndërkombëtare të krimit të organizuar, me fitimet që shkojnë në lloje të tjera të kriminalitetit, duke përfshirë trafikun e drogës, trafikun e armëve dhe kontrabandën e njerëzve. Me grupet shqiptare që kontrollojnë tashmë pjesën më të madhe të tregut të kokainës në Mbretërinë e Bashkuar, ato duket se po kalojnë edhe në tregun e zi të duhanit. Një hetim i Daily Mail zbuloi shumë faqe në TikTok dhe Facebook në gjuhën shqipe që ofronin cigare nga marka të mëdha si Marlboro për klientët në Mbretërinë e Bashkuar. Cigaret përshkruhen si të ardhura nga Shqipëria ose Greqia dhe shiten për 6 deri në 7 pound kutia, krahasuar me mesataren e Mbretërisë së Bashkuar prej 16 poundësh, duke sugjeruar se ato janë kontrabanduar për të shmangur taksën e duhanit dhe mund të jenë gjithashtu të falsifikuara. Një llogari në TikTok dhe Facebook me emrin që përkthehet si paketa cigare shqiptare ofron cigare Marlboro nga Greqia dhe Shqipëria për dërgesë në shtëpi. Një gazetar që i shkruajti në këtë llogari për cigare, atij u ofruan 10 pako Marlboro Gold, secila përmbante 20 cigare për 65 pound. Kjo shifër ishte 6 presje 50 pound për pako, krahasuar me 17 presje 75 pound në supermarketet britanike. Taksa e duhanit kushton rreth 33 pound për cigare, përveç një takse prej 16 presje 5% mbi çmimin me pakicë. Kjo do të thotë që një pako me 20 copë do të kishte një tarifë doganore prej 6 presje 60 poundësh edhe para çmimit shtesë me pakicë, që do të thotë se kushdo që i shet ato në mënyrë të ligjshme do të pësonte humbje. Në të kundërt, një pako me 20 Marlboro Gold mund të kushtoj vetëm 2 presje 50 pound në Shqipëri.